Tensionet kanë arritur kulmin gjatë orëve të vona të natës në shtëpinë e Big Brother VIP, duke kaluar në një situatë mjaft të rëndë dhe agresive. Protagonistë të kësaj përplasjeje të frikshme ishin Rogerti dhe Emili, të cilët kanë rrethuar dhe sulmuar verbalisht banorin tjetër Shëndritin. Në videon që po bën xhiron e rrjetit shihet qartë momenti i tensionuar ku Rogerti dhe Emili i qëndrojnë në këmbë dhe i afrohen në mënyrë intimiduese Shëndritit, i cili qëndron i ulur. Me tone shumë të larta, gjeste agresive dhe një fjalor të ashpër, ata kanë ushtruar një presion të madh psikologjik. Rogerti dëgjohet i drejtohet me fjalë ofenduese dhe kërcënuese. Në qoftë se këtu s'do me lujt tamam, e lëm lojën dhe ta tregojmë ne se kush jemi. E lëm lojën dhe ta tregojmë ne, a e kupton? Kjo sjellje, e cila nga ndjekësit po komentohet gjerësisht si një formë e pastër e dhunës psikologjike dhe një kërcënim i hapur fizik, edhe për jashtë shtëpisë, ka ngjallur reagime të ashpra. Rrjetet sociale po zgjejnë dhe një pjesë e madhe e publikut po kërkon me ngulm ndërhyrjen e produksionit me një zarf të zi, duke kërkuar marrjen e masave drastike për këtë shkelje të rëndë të rregullave të bashkëjetesës. Mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi i vëllait të madh pas këtij incidenti të rëndë që ka prishur qetësinë e shtëpisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.